Partia Demokratike prezantoi sot vizionin e saj për reformën e re territoriale të vendit duke u bazuar mbi dy shtylla: garantimin e shërbimeve për qytetarët dhe zhvillimin e vendit, duke u përshtatur me kriteret e Bashkimit Evropian. Sipas opozitës, reforma territoriale miratuar në vitin 2014 ka dështuar pasi PD beson se ulja e numrit njësive vendore ka bërë që në fshatra investimet jenë zero, duke çuar në largimin e banorëve nga këto zona. Në qoftë se merr Zvicër, një vend malor, ka 2110 bashki. Në qoftë se merr Austrinë, ka 2095 bashki. Kurse Shqipëria, me 2 plan fush dhe tërësisht male kodër, nga 410 njësit qeverisjes vendore, u reduktuan në 60 bashki të vendit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha propozon rikthimin e komunave për të ndaluar largimin e banorëve nga këto zona. Duhet të rikthejmë komunat në të gjitha zonat kodrinore dhe malore ku ekzistojnë një numër i caktuar banorësh. Unë nuk mund të them aty ku s'ka banorë, sa ajo është proces i gjatë. Berisha beson se reforma territoriale duhet krijojë rajonet për t'u përshtatur organizimit në Bashkimin Evropian. Rajonet janë të domosdoshme, duhet të jenë me të gjithë kapacitetet për t'u përgjigjur Europës së rajoneve. Partia Demokratike ka skicuar një hartë të ndarjes territoriale të vendit me 109 bashki dhe krijimin e rajoneve që mund të shkojnë deri në 8. Kjo hartë nuk është përfundimtare, do t'i nështrohet diskutimeve, por duket se vizioni i PD-s është krejt i ndryshëm nga i mazhorancës socialiste, e cila kërkon të ruajë numrin aktual të bashkive ose t'i reduktojë ato në 36.